2 persona kanë rënë në prangat e policisë të Durrësit në kuadër të operacioneve të koduara Rada dhe bashkëpunëtorit, të cilët kanë në fokus goditjen e rasteve të grabitjeve me dhunë dhe armë. Në operacionin Rada u arrestua një 21 vjeçar i cili dyshohet se me 19 qershor pas mesnate ka hyrë i armatosur dhe i maskuar në oborrin e një banese në fshatin Rad me qëllim vjedhjen. Sipas policisë, i riu është kapur në tentativë për t'u larguar nga vendngjarja, ndërsa gjatë kontrollit në banesë u gjetën dhe u sekuestruan 2 armë zjarri. Ndërkohë, në kuadër të operacionit bashkëpunëtori është ndaluar një 51 vjeçar banues në Tiranë, i dyshuar për përfshirje në një rrjet grabitjesh me dhunë. Sipas hetimeve, ai bashkëpunon me një tjetër person të arrestuar më herët, i cili akuzohet për sulme ndaj 2 personave në zonën e Shënavllashit dhe Rinasit. Hetimet kanë zbuluar se 51 vjeçari dyshohet se shërbente si transportues i bashkëpunëtorit të tij, i cili kryente grabitje ndaj taksive në Tiranë, Krujë dhe Durrës. Gjatë kontrolleve në banesë dhe garazh janë sekuestruar prova materiale që i lidhin atë me veprimtari kriminale. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Durrësit, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë ngjarje.